Erion Veliaj, një prej figurave më të njohura të politikës shqiptare dhe prej vitesh kryetari i Bashkisë së Tiranës, ndodhet aktualisht në burg përballë akuzave serioze për korrupsion dhe fshehje të pasurisë. Arrestimi i tij ka tronditur opinionin publik dhe ka hapur një debat të gjerë mbi nivelin e korrupsionit në nivelet më të larta të administratës vendore dhe politike në Shqipëri. Sipas informacioneve të publikuara në media dhe burimeve të afërta me hetimin, Veliaj akuzohet se përmes një rrjeti të strukturuar personazh të afërt dhe bashkëpunëtorësh të besuar ka zhvilluar një sistem përfitimesh të paligjshme që i ka sjellë përfitime të mëdha financiare. Dyshohet se pasuria e tij e vërtet mund të kalojë shifrën prej 10 milion euro, shifër që është shumë më e lartë se ajo që është deklaruar zyrtarisht në dokumentet përkatëse pranë institucioneve të kontrollit të pasurisë. Burime hetimore flasin për pronësi të apartamenteve luksoze në disa nga zonat më të shtrenjta të Tiranës, si dhe për prona të tjera të patundshme në qytete të ndryshme të vendit, përfshirë Bregdetin. Po ashtu janë zbuluar automjete të markave të shtrenjta, ndërto makina të blinduara dhe automjete sportive që dyshohet se janë përdorur nga Veliaj apo persona të afërt me të. Një pjesë e pasurisë dyshohet të jetë regjistruar në emër të familjarëve, miqve të ngushtë apo kompanive fantazm që shërbenin si mburojë ligjore për të fshehur burimet reale të ardhurave. Hetimet që po zhvillohen nga prokuroria e posaçme dhe institucionet të tjera përkatëse kanë zbuluar gjithashtu llogari të dyshimta bankare, brenda dhe jashtë Shqipërisë, ku dyshohet se janë transferuar shuma të mëdha parash, që nuk justifikohen nga të ardhurat zyrtare të Veliajt gjatë periudhës së tij në detyrë si ministër dhe më pas si kryebashkiak. Ndërkohë, opinioni publik ka reaguar me shqetësim dhe zemërim përballë këtyre zhvillimeve, duke kërkuar transparencë të plotë dhe ndëshkim të merituar nëse akuzat vërtetohen. Në rrjetet sociale dhe në media është rikthyer debati për nevojën e reformës së thellë në administratën publike dhe për forcimin e mekanizmave të kontrollit të pasurisë së zyrtarëve të larë. Derisa procesi gjyqësor të përfundojë dhe të zbardhen të gjitha detajet e kësaj çështjeje, mbetet për t'u parë nëse ky do të jetë një prej rasteve më të bujshme të drejtësisë shqiptare, dhe nëse përmes tij do të vendoset një precedent i fortë kundër korrupsionit në nivelet më të larta të pushtetit lokal. Arrestimi i Erion Veliajt është padyshim një prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe më të diskutueshme të viteve të fundit në skenën politike shqiptare.